Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vaj ulliri me aloe vera, receta që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Vaj ulliri dhe aloe vera janë dy prej dhuratave më bujare të natyrës. Përdorimi i tyre në të mirë të organizmit është i pakufi. Të dy këto produkte janë të rekomanduara fort për hidratim dhe për kujdesje ndaj lëkurës. Aloe vera e përthith shumë mirë vajin e ullirit, për më tepër duke qenë se vaji i ullirit është i pasur me vitaminën E, A dhe K, ai është një pasuri më vete. Aloe vera nga ana tjetër është përshkruar si një burim i rinisë së përjetësisë. Aloe vera është një burim i pasur mineralesh dhe aminoacidesh. Duke bashkuar në këtë mënyrë vajin e ullirit me gjelin e aloe verës, ju do të mund të prodhoni një solucion mjaft ushqyes për lëkurën tuaj. Përgatitja. Për këtë juve ju nevojitet një gjethe e madhe e aloe verës dhe gjithashtu ju duhen 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Përzjeni gjelin e brendshëm të gjethes së aloe verës në mikser dhe kremin ju duhet ta përdorni çdo mëngjes dhe në mbrëmje. Ky krem krejtësisht natyral do t'i jap lëkurës tuaj të gjithë shkëlqimin dhe elasticitetin për të cilin ajo ka nevojë. Për më tepër ajo do të jetë lëkurë e butë si e një bebeje. Vlerat të tjera të aloe verës. Të dhënat e publikuara në revistat shkencore tregojnë se aloe vera ka vlera të fuqishme sidomos në betejën kundër baktereve, virozave dhe mykut. Këto veti e bëjnë këtë bimë të dobishme sidomos në pastrimin e organizmit nga toksinat dhe në fuqizimin e sistemit tuaj imunitar. Por këto nuk janë vlerat e vetme të bimës së aloe verës. Kjo bimë e mrekullueshme përmban 20 nga 22 aminoacidet esenciale për të cilat organizmi juaj ka nevojë, por edhe acidi salicilik i cili lufton inflamacionin dhe njëkohësisht të gjitha bakteret. Ndërkohë, përveç rolit të pastrimit të organizmit, aloe vera gjithashtu përqendrohet kryesisht tek largimi i toksinave nga stomaku, veshkat dhe gjithashtu shpretkat, tëmthi dhe mëlçia. Aloe vera gjithashtu forcon sistemin tuaj tretës dhe ofron një alternativë të shëndetshme për ata të cilët vuajnë nga artriti. Mënyra e rekomandueshme është që ju të pini lëngun e bimës të cilin më pas duhet ta rrisni vetë në shtëpinë tuaj. Kombinojeni gjelin në formën e lëngut tuaj të preferuar kombinuar me fruta dhe perime ose pijeni veçmas. Siguroni gjithmonë të përdorni gjel të pastër i cili nxirret nga pjesa e brendshme e gjeteve të bimës. Shija e gjelit mund të jetë pak e aftë dhe e hidhur, por ju mund ta përzjeni me pak mjalt dhe të përfitoni vlera të shumëfishta. Bima aloe verës është një nga recetat më të fuqishme që natyra ofron sepse ajo arrin që të shërojë organizmin tuaj si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Nuk besohet të ketë njëri që nuk ka dëgjuar apo lexuar për përfitimet të cilat vijnë nga gjeli i aloe verës. Kohët e fundit ky lëng çuditëbërës ka fituar një vëmendje të madhe dhe popularitet sidomos në mesin e njerëzve të cilët kujdesen për shëndetin e tyre. Çfarë është lëngu i aloe verës? Lëngu dhe gjeli i aloe verës prodhohen nga gjethet e gjata të bimës. Si prodhohet lëngu i aloe verës? Mund të duket e vështirë, por në fakt gjethet e bimës mund të japin një lëng madje në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Këtu ju do të gjeni të detajuar të gjithë procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndahen në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni gjelin e aloe verës që keni përfituar
dhe i vendosni në mikser dhe i punoni derisa ju të merrni lëngun e aloe verës. Filtrojeni lëngun që ta pastroni atë nga çdo fibër e tepërt e cila mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Tashmë jemi gati për fazën e fundit, atë të kombinimit të lëngut të shtrydhur dhe të frutave tuaja. Mund të shtoni lëng portokalli, limon të verdhë ose limon jeshil. Përzieni ato së bashku dhe do të shikoni se sa shije të mirë do të ketë kjo pije. Megjithatë, ju duhet të keni parasysh që vetëm 10 gram në ditë nga xheli aloe verës keni nevojë ta kombinoni me lëngun tuaj të preferuar. Mirëpo cilat janë vlerat shëndetësore të lëngut të aloe verës? Pirja e lëngut të aloe verës ka vlera të shumta dhe vërtet mirëbërëse për organizmin tuaj. Ajo përmban vitamina dhe ushqyes. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë ushqyesish të dobishëm siç janë për shembull vitamina A, K dhe E, magnezi dhe kaliumi. Këto janë shtyllat më kryesore të mirëqenies tuaj të brendshme. Antioksidantët. Sipas ekspertëve, tek lëngu i aloe verës ju do të mund të gjeni një sër antioksidantësh të cilët janë tepër të fuqishëm dhe që do t'ju ndihmojnë ju të luftoni radikalet e lira, shenjat e plakjes dhe disa sëmundje. Mbështetje për sistemin tuaj tretës. Aloe vera gjithashtu përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Nëse ju pini lëngun e aloe verës, ju do të arrini që të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe gjithashtu të parandaloni edhe formimin e ulçërës. Avantazhe për funksionin e trurit. Sipas studimeve shkencore, pirja e rregullt e lëngut të aloe verës ndihmon gjithashtu funksionet e trurit për të kujtuar dhe mësuar, por edhe përmirëson gjendjen e përgjithshme të humorit. Mbron sistemin tuaj imunitar. Imuniteti i mirë është një tjetër përfitim i cili vjen nga lëngu i aloe verës, kjo fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C që ajo përmban. Shëndeti dentar. Disa studime kanë treguar se pirja e lëngut të aloe verës gjithashtu ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin tuaj dentar për forcimin e dhëmbëve dhe parandalimin e kavitetit. Mban nën kontroll sheqerin në gjak. Mjafton që ju të pini rregullisht lëng aloe vera në sasi të kufizuara ditore dhe do të keni luhati të limituara të insulinës në organizëm. Ky është një lajm shumë i mirë, sidomos për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti dhe ata të cilët duan që të mbajnë nën kontroll nivelet e glicemisë. Përmirëson edhe pamjen e lëkurës. Nëse ju pini lëngun e aloe verës, do të keni një lëkurë më të shëndetshme sepse lëngu ndihmon në heqjen e thatësisë dhe gjithashtu në largimin e irritimeve. Nga ana tjetër, xheli i aloe verës, nëse ju e konsumoni rregullisht, do të zgjidhni një sër problemesh me tretjen dhe parandalon rishfaqjen e tyre. Xheli është mjaft i mirë kundër fryrjeve, gazrave të tepërt, tretjes problematike, konstipacionit dhe aciditetit të lartë në stomak. Rezultatet janë të shpejta dhe afatgjatë. Detoksifikimi. Konsumi i rregullt i xhelit largon të gjitha toksinat e këqija nga organizmi. Këtë xheli mund ta përfshini në lëngjet tuaja të preferuara të frutave apo perimeve dhe ta pini para se të hani mëngjes për të forcuar tretjen dhe metabolizmin. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.